Siria shënoi këtë të hënë një vit nga rrëzimi i Bashar al-Assad dhe fundi i sundimit të tij afro 14 vjeçar, një ngjarje që solli ndryshime të thella politike dhe një realitet të ri në Damask. Festimet zyrtare dhe parada ushtarake u mbajtën në kryeqytet dhe qytetet e tjera të vendit, ndërsa autoritetet e reja kërkuan të përcjellnin mesazhin e unitetit dhe të rikthimit të stabilitetit. Presidenti Ahmed al-Shara, ish komandanti i rebelëve të Hayat Tahrir al-Sham, mori pjesë në lutjet e agimit në xhaminë e Umayat, duke ripërsëritur zotimin për të ndërtuar një Siri të drejtë dhe të fortë, pas viteve të gjata të konfliktit. Që prej ardhjes në pushtet, Shara ka riorientuar politikën jashtme të Sirisë, duke krijuar marrëdhënie të reja me Shtetet e Bashkuara dhe vendet e Iqirit dhe Turqinë, ndërsa është distancuar nga aleatët tradicional të Asadit, Irani dhe Rusia. Ky ndryshim ka sjellë heqjen e shumicës së sanksioneve perëndimore dhe ka hapur rrugën për integrimin e Sirisë në procesin rajonal. Por në terren, qindra qytetar kanë humbur jetën gjatë muajve të fundit në episode dhune me motive sektar, duke shkaktuar zhvendosje të reja dhe duke zhvilluar pasiguri të pakicave për të ardhmen. Autoritetet e reja përballen me sfidën e konsolidimit të pushtetit dhe rikthimit të kontrollit në të gjithë territorin, ndërsa struktura shtetërore vazhdojnë të rikuperohen nga pasojat e luftës civile. Për shumë sirian, një vit pas rrëzimit të Asadit, festimet në Damask nuk arrin të fshihen faktin se rruga drejt paqe të qëndrueshme dhe unitetit të plot mbetet ende e gjatë dhe e pasigurt.